Është një emocion tepër i madh t'ju shoh nga këtu në këtë moment, sepse kjo do të thotë që vullneti për ndryshim është vërtet i jashtëzakonshëm dhe i përbashkët. Unë jam lodhur duke jetuar jashtë shtetit, u lodha shumë, 18 vjet, dhe pata mundësin të rikthehesha 4 vite më parë në Korçë, ku u dashurova me këtë qytet, u dashurova me Shqipërinë, u dashurova pjesërisht edhe me disa nga ideologjitë dhe premtimet që këtij populli për 30 vjet janë bërë, po pa ditur se çfarë ndodhte këtu. Në momentin që fillova të jetoja Shqipërinë, të jetoja Korçën, hasa që asnjë nga këto premtimet nuk do jenë do kemi mundësin t'i realizojmë nga ky pushtet që prej 30 vitesh thjesht po na poshtron. Kështu që vendosa të sakrifikoj të gjithë kohën time duke investuar kohën dhe sakrificat në qytetin tim për të qëndruar pranë njerëzve të mi edhe pranë të dashurve të mi. I bashkohem që në fillim sa po dëgjova për lëvizjen bashkë me ideologjinë, sepse është i vetmi realitet me të cilin ne mund të ndryshojmë dhe mund të krijojmë një opozitë reale për vendin tonë, për shtetin tonë, duke jetuar pranë familjeve tona, duke u përpjekur të sipërmarrim ideologjitë dhe pse jo si në rastin tim bizneset për të cilat jashtë shtetit me sakrificat më të mëdha prindrit na kanë dhënë mundësi të studiojmë dhe gjë që këtu në Shqipëri nuk ndodh asnjëherë. Unë ndoshta do jem prap përsëritës në fjalët që po them tani, por kjo do të thotë për mua që ideali është i përbashkët, i të gjithë ne, aktivistët, dhe nuk jemi këtu sot për të bërë thjesht premtime boshe. Nuk duam thjesht të kërkojmë votën dhe pastaj të harrojmë fytyrën tuaj. Ne duam që ju të votoni numrin 2, të votoni lëvizjen bashkë dhe secili nga ju të jenë prezent gjatë gjithë kohës dhe vendimeve që ne si parti dëshirojmë të marrim për vendin tonë. Lëvizja bashkë është ndryshe sepse lind nga njerëz si të gjithë ne që jemi këtu sot. Është ndryshe sepse për vite me radhë kemi protestuar, kemi rezistuar, kemi ndihmuar dhe u kemi dhënë zë të gjithë atyre personave që fatkeqësisht për 30 vjet nuk e kanë pasur kur mundësin. Ne nuk duam të bëjmë politikë thjesht për karrierë apo për përfitimet tona personale siç po ndodh aktualisht. Ne jemi këtu sepse besojmë që Shqipëria mund të jetë më e drejtë, sepse nuk mund të pranojmë një vend pikërisht ku arsimi është luks, shëndetësia është bërë një treg dhe ku punëtori trajtohet si sklav. Lëvizja bashkë lufton për një shtet social dhe demokratik, për një Shqipëri ku të rinjt nuk detyrohen pikërisht të largohen nga ky vend. Ne luftojmë për paga të drejta, për kushte dinjitoze pune, për barazi gjinore, për një ekonomi që nuk i shërben vetëm të pasurve, por sidomos që nuk i shërben vetëm të pasurve, por të gjithë popullin shqiptar. Luftojmë për një demokraci ku qytetarët duhet me patjetër të kenë zë në pushtet, ku ka vendim dhe ka dhe fuqi. Dhe fuqia bëhet duke qenë bashkë. Në këtë betejë që ne sot ndodhemi, ne nuk kemi pushtet, por kemi të drejtën. Nuk kemi pasuri, por kemi guximin. Dhe kemi ju që jeni më të rëndësishmit për të arritur atë ideal dhe atë mirëqenie për të cilën të gjithë ne së bashku po luftojmë sot. Ndaj, më 11 maj, mos votonin për të keqen më të vogël, por votoni të mirën e përbashkët. Numrin 2, lëvizja bashkë.